Krijimtaria e një prej zërave më të veçantë të letërsisë shqipe, Teodor Keko, do të kthehet përmes një mbrëmjeje poetike në Muzeun Etnografik të Durrësit. Aktiviteti do të mbahet sot nga ora 20 dhe do të sjellë interpretime skenike nga një kast aktorësh të njohur në regjinë e Andja Xhungës. Maratona verore Festa e Këngës vijon udhëtimin në qytetet e vendit, ndërsa këtë të njëjtën ndalet në Vlorë. Sot në orën 20:30, artistë të njohur të muzikës popullore do të ngjiten në skenë për një mbrëmje plot ritëm dhe atmosferë festive. Kastrio Tusha dhe Ardian Trebicka do të performojnë sonte në Porto Palermo Festival. Aktiviteti premton një mbrëmje artistike në një nga destinacionet më të veçanta të Bregdetit, ku muzika dhe interpretimi bashkohen me atmosferën e kalas dhe detit. Filmat shqiptar ndër vite është aktiviteti që do të vijojë deri më 20 gusht në Qendrën e Artit Agimi në Tiranë. Publiku mund të ndjek filma që kanë lënë gjurmë në historinë e kinematografisë, me shfaqje paradite dhe në mbrëmje. Më 7 gusht, pedonalja e re e Kavajës do të pres Kavaja Summer Night, me artistë të njohur si Luiz Eli, Ledri Vula, Kida dhe emra të tjerë të muzikës shqiptare. Ndërkohë më 7 dhe 8 gusht, në Carpen Beach, zhvillohet edicioni i parë i Carpen Fest, festivali i plazhit që do të ofrojë muzikë live dhe aktivitete përgjatë mbrëmjes. Nga 7 deri më 9 gusht, sheshi i qytetarëve në Lushnjë do të mirëpres festën e miqësisë. Programi përfshin koncerte me muzikë live dhe aktivitete festive, duke e kthyer qytetin në një pikë takim për vizitorët dhe banorët. Nesër nëpërmet hap si parin festivali Nona, i cilësuar edhe si festa kombëtare e gjysheve shqiptare. Nata e parë do të ketë të ftuar speciale, shkrimtaren dhe poeten Mimoza Ahmeti, e cila pritet të sjellë edhe një surprizë për publikun. Në Muzeun Marubi në Shkodër, nesër nga ora 10 deri në orën 12, do të mbahet aktiviteti edukativ Mili Fanzin. Pjesëmarrësit do të eksplorojnë fotografinë, vizatimin dhe tekstin për të krijuar një botim artistik të frymëzuar nga veprat e Gjon Milit.